طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit e nderuar, në derset e kaluara kemi trajtuar një libër, më thonë rreth lidhjes më të fortë apo rreth litarit Allahut subhanahu wa taala. Kemi përfunduar sonte, kam vendosur më nis një libër tjetër dhe ajo ka të bëjë rreth shenjave të kiametit. Si fillim, se shenjat e kiametit janë një çështje fshehtë vllazni, janë çështje së ardhmës. Apo dhe çështjet e së ardhmës normalisht janë shpallje, na nuk mundemi ditë si njerëz. Po kush i din, është Allah Azza wa Jall që e ka kriju njerëzimin edhe botën përgjithësi dhe e ka lajmëruar Muhamedit alayhis salatu wassalam që çka ka më ndodh deri në ditën e gjykimit. Dhe normalisht disa prej shenjave të kiametit kanë ndodhur. Dhe kjo neve na bën që akoma më shumë na rrit imanin ndaj fesë islame, që na ka transmetuar nëpërmjet Muhamedit alayhis salatu wassalam. Paralajmërimet kuranore, çdo libër i Zotit përmban vete paralajmërime të cilat janë argument i gjallë se ai libër është libri i Allahut subhanahu wa taala. Dhe njëri ndërta është edhe Kurani. A ka paralajmërime vllazni rreth shenjave të kiametit në librat para Kuranit? Po ka. Ka në Teurat, ka në Zebur, ka në Injil. Përkundër asaj që disa versete apo është futur faktori njeri të këto libra. Sepse Allah Azza wa Jall para zbritjes Kur'anit ja u kalon njerëzve librat e tij, njerëzimit, pa ata si kanë rujt. Kanë ardhur mbretër të ndryshëm, kanë ardhur perandor të ndryshëm, secili sipas politikës vet e ka ndryshuar librin. Dhe për atë arsye, Allah subhanahu wa taala Kur'anin si libër të fundit e ka zbrit dhe ka thonë është në mbrojtjen time. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Me të vërtetë ne zbritëm dhikrin Kur'anin dhe gjithsesi jemi ruajtës të tij. Ka pas raste tentativa me ndryshu, po s'kan mujt. Kur'ani është mrekullia e Allahut Azza wa Jall. Sot një fëmijë 4 vjeçar, 5 vjeçar, nëse ti lexon Kur'an, një shkron e dallashit, ai fëmia 5 vjeçar ka më thon gabim. Çtu vret mrekullia që ja ka dhënë Kur'anit Allahu subhanahu wa taala. Jen mundu mirak kur ishte lufta para 10-15 vjetë sa vjetëve, me shpik një libër që quhet libri i qartë. Disa prej jo muslimanëve. Edhe çka kanë dashur me bë, me marr disa versete prej Injilit, prej Biblës, dhjata rret, dhjata vjetër, Teurati ku e diunë, edhe mi marr disa ajete të Kur'anit. Edhe me bën një libër të veçantë. Edhe me thirr njerëzit në çat libër. Kush e pran? Ju thot Allah Azza wa Jall, i sfidon. Thirrni thot, bëni libra, thirrni, s'ka më mujt kërkush. Nuk kanë me pranu, apo përkundër asaj që janë mundu, kot ju kanë shku gjithë ato investime. Para mendo që 1500 vjet, ky Kur'an sulmohet. Organizata të ndryshme sulmojnë këtë Kur'an. Vallahi të kishte qenë një libër që nuk është në mbrojtjen e Allahut, kish hi thellë në tokë dhe kur nuk ish dit ai libër. Po është Allah zëvëgja që e runë atë Kur'an. Deri në ditën e gjykimit që asnjë presje nuk ka me ndryshu në atë Kur'an. Falë Allahut Azza wa Jall. Po ashtu, në këtë kapitull do të paraqesim disa nga ato paralajmërime kuranore që na janë ardhur, do të thotë, nëpërmjet fjalëve të Allahut Azza wa Jall. Mrekullia përhershme kuranore dhe pamundësia e rivalizimit të saj. Kurani është mrekullia më e madhe dhe paralajmërimi më i rëndësishëm që ju ka zbritur Muhamedit alayhis salatu wassalam, një njeriu i cili ishte analfabet. Shtrohet pyetja, pse analfabet e zgjodhi Allahu Azza wa Jall?
Pse zgjodhi? Ajo s'diskutohet si cilësi që e ka pas. Sepse, po të ishte një njeri i ngritur në aspektin e dijes, të dinte mirë, shkrim lexim, të shkruante poezi, që kishin mi thonë? Kishin me pas argument, ata i kanë thonë, po kishin me pas argument me thonë që kjo i ka shpik nga vetvetja, pa ishte analfabet. E paramendo mu që një analfabet për një moment edhe me të thonë që kjo ka me ndodhë. Allahu Akbar. Kjo është pa logjikshme. Në të ko ka qene përhapur poezia me të madhe. A që rinë të bukur rima, e dini qka është rima, ajo që i bëjnë strofat kështu që përputhen njëna me tjetërën. A si lloj rime kanë bo arabt në kone pejgamberit alayhis salam, jënë çudit. Kur ka ardhur Kurani ja u ka qitë për toke krejt ato rimat. Edhe njerëzit e logjikshëm në atë kohë, që kanë pas dije, po edhe rrëdhiturisë më hershme të librave të më hershëm, kanë thonë vallaj që ky Kur'an s'po na duket që është fjallë e njerëzve. Edhe ka pas njerëz pastaj që e kanë pranuar, sa që disa për me godit Resulullah sallallahu alaihi wasallam i kanë thonë mos shkoni te ai sa ai sirbas. Me bon një herë veç me po, ai të bë për veti. Vetëm me shpif që mu largu. Pse? Se kur e kanë pa Resulin sallallahu alaihi wasallam fytyrën e tij të bekume, kanë thonë jo muslimanët, kanë thonë ky person nuk ka mundësi me rrejt në fytyrën e tij kur e kanë pa, nuk e ka ky fytyrën e gënjeshtarit. Pa kanë thonë ky është i sinqert. Mbas ecjes, sjelljeve, gjitha ato gjëra, kanë thonë vallaj që ky është i vërtetë. Edhe e kanë pranuar. Kur nuk është hakmar për çështjet e nefsit vet. Mirë po kur është prek dini Allah të zëgjel, atëre ka reagu me lejnë Allah subhanahu wa ta'ala. Allah i lartësuar kërkoj një gjë të tillë nga njerëzit dhe gjinët që ta sjellin një kaptin që shtash më herët, edhe mi thirr njerëzit, po nuk kanë mujt me bë kur gjë. Sa njerëz janë mundu? Mirë po nuk kanë mujt me i thirr njerëzit, thot Allah azza wa jall, a mos ata pabesimtarët thonë ai Muhamedi e trilloi atë Kur'anin, thua ai Muhammed, na paraqitni pra 10 kaptina si ai Kur'ani. Veç 10, hiç më shumë. 114 sure janë. Ju 10 na sjellni. Edhe çfarë kaptina? Na sjellni kaptina sikur kaptinat e fundit, apo sikur suret e fundit Kur'anit, që janë ka 3-4 rishta. Veç 10 na sjellni. Edhe çfarë thot? Thot, nëse ata janë të sinqert, po ashtu apo ata thanë, ai Muhamedi trilloi atë Kur'anin, thua ju, na paraqitni pra 10 kaptina si ai Kur'ani, ashtu të trilluara dhe thirrni çdo që mundeni, thot përveç Allahut nëse jeni të sinqert e nëse ata nuk ju përgjigjen, atëherë dijeni se Kur'ani u zbrit nga dija Allah dhe nëse nuk ka zot tjetër përveç tij, pra a do të jeni ju musliman. A keni më të rrezu Allahu subhanahu wa taala. Për atë arsye dhe Muhamedi alayhis salam ka thonë vllazni, kushdo thot që dëgjon për mua, qoftë qifut dhe krishter, dhe nuk më pranon përveç se ka me qenë banori i zjarit. Qysh bre banori i zjarit, edhe ata kanë librin, po e kanë librin, po çat librin na pja u besojmë, pse ti nuk pe e beson librin që e ka zbrit Allah? Të krishterët njëjtin gabim e bëjnë sikur jehudët për dhjatën e re. Sepse dhjata vjetër ka qenë, apo Teurati, dhjata e vjetër i është zbritur jahudive. Pastaj nëpërmjet Musait alayhis salam, apo pas Musait alayhis salam ka ardhi Isa alayhis salam. Këta nuk e kanë pranuar Isa alayhis salam. E mirë, ju që po i thoni vetit krishter, pse tash nuk e pranoni Kur'anin? Çka Allah ka zbritur Teuratin, edhe Zeburin, edhe Injilin, edhe në fund Kur'anin për zvrat. E pse ju po e mohoni Kur'anin? E në ditën e gjykimit kur del o ti krishter dhe ti jehud, para Allah të zëgjel, ku të thot, pse që to e përzgjodhe e këtë tjetrin e refuzove, kur që të gjitha janë librat Allahut, që shkimi thonë të Allah të zëgjel, ditë gjykimit? Ndërsa na besime kemi mi besu Isaut apo Jezusit. Na besime kemi mi besu Musait alayhis salam. Edhe unë çuditëm subhanallahu me disa të krishterë që zhbohen pal me jehudët në Palestinë kundër muslimanëve, kur ata i luftojnë të krishterët. Ndërsa na kemi surën Kur'an për Meriemën nonën
e Isait a.s. Na ja u dojmë pejgamberin e tyve, ata ja u shojnë, bile ju thojnë që ka qenë zinaçare, shpifin. Subhanallah, vetëm u bë kundër muslimanëve, shko bëhet me jahudit, me gjithë ata kundër teje. O ti i nderuar, unë ty po ta respektoj që ti e ki të shejtrum fen tonde. Isaun a.s. Jezusin. A ki po nej musliman që quhet edhe Jezusin e bën karikatur? Na dolim pi fesë me bë karikatur. Se na e dojmë Jezusin, na e dojmë Isaun a.s. Si pas tyre Jezusi biblik që i thënë. Pastaj thua ju Muhammed, edhe sikur të tubon njerëzit e gjinët për të bërë një Kur'an si ky, nuk do të bëjnë një të tillë sado që do të ndihmonin njëri tjetrin. Realizimi i premtimit të Allahut se do ta mbrojë Kur'anin, Allahu i lartësuar, qysh në fillim të zbritjes tij, e ka zbrit një ajet Kur'anor që tham, inna nahnu nazzalna dhikra. Me të vërtet ne zbritëm dhikrin. Dhikr për kujtues është Kur'ani. Dhe gjithsesi ne do ta mbrojmë atë. Al-Hijr 9. Pra, Allah i lartësuar premtoj se asnjëherë nuk do të mund të ndryshohet Kur'ani, asnjë ajet Kur'anor. Dhe thot çfarë? Qoftë edhe për një shkronjë. Dhe Allah i lartësuar bëri që Kur'ani të shkruhet dhe të njëjtën kohë të mësohet përmend nga besimtarët qysh prej kohës së Muhamedit alayhisalam deri në ditët tona. Ne jemi shqiptar. Ta marrim një libër që është 600 faqe, pikpresje, a mundesh me mësu përmend? Kur heq harroje. Sunem sa, se nuk është mrekulli. Ndërsa Kur'ani është mrekulli, është fjale Allahut. E e mëson 600 faqe, kuptimin e mëson. Apo nej fjallë tonë dhe ne shprej. Thelbin janë nxjerr, librit, se ka mjekësia ata që mësojnë, mjekësia interne i ka 1500 faqe. Por se nuk i mëson pik përpresje. Ndërsa Kur'anin pik përpresje. Zanorët u me po më janë ndryshu, ja vret veshin hafizit, subhanallah. Për njerë ja vret veshin. Edhe dine që para 15 shekujve që ky Kur'an që është zbrit, ajo gjuhë e Kur'anit nuk është evolu. Kur e kemi mësu gjuhën arabe, profesorat e gjuhës arabe na kanë dhënë shembuj të gramatikës së gjuhës arabe prej Kur'anit. Para 15 shekujve. Nuk ka evolu. Qa ju gjuhë që është para 15 shekujve? Sot. A ka gjuhë të popullit arabisht? Ka. Na po flasim gjuhën letrare. Gjuhën letrare, Allah na normalisht na mburimi në kontekstin që Allah na ka bërë shqiptar dhe na jemi shqiptar, edhe nuk duhet me mohu preardhjen. Preardhja vllazni është kufër. Domethënë mohimi i preardhjes, mohimi i atësisë, me thonë si jam shqiptar unë, me thonë me ndrusen, kjo është kufër në fe. Nuk lejohet sipas fesë islame. Allah të ka bërë shqiptar, Allah të ka bërë një popull të caktuar, çaj e mbaje. Po si gjuha arabe ka përzgjedh Allahu tjetë, sepse është gjuhë me shumë fjalë. Për një çështje i ki 200 emërtime o vëlla. Gjuha shqipe se ka ato. Gjuha angleze nuk e ka ato. Kjo nuk do të thotë që duhet me urrejt gjuhën tonë. Apo. Pastaj thot, edhe pse është bërë përpjekja për devimin e Kur'anit, prapë se prapë, Kur'ani nuk mundi të shtojë madje asnjë germe vetme. Si paralajmërim që Muhamedi a.s. që Allah zëgjeralisht në Kur'an në ka transmituar, thotë romakët do të triumfojnë mbi persianët brenda pak viteve. Ka qenë e palogjikshme në atë kohë. Ka qenë, apo pju kallëzeni një hadith tjetër, ka qenë e palogjikshme që Konstantinopoli, Stambulli, kanë me marë perandoria osmane, muslimantë. Në kohën e pejgamberit a.s. Thot para kiametit kanë më shliru 2 qytete. Thot çka? Konstantinopoli, ka më bo musliman Istanbuli, dhe thot Roma. Konstantinopoli o bo musliman? Po. Edhe Roma para kiametit ka më bo muslimane. Edhe disa kanë thonë për bene Ishakve, prej vetë jo muslimanve që i pranojnë islamin në Evropë. Dëbardhve. A beshin ishta që u bërë një gjami atje në Pisa, as di që asi. Islami të u përhap me të madhe në Evropë. Nga vetë jo muslimanët. Nuk ka nevoj me shku Arabi atje, apo Turkja, apo ku e dione, me tjetër popull, po vetë vendalit të e pranu islamin. Vetë të e pranu, vetë islamin të e pranu. Edhe këtu shihet paralemrimi Muhamedit dhe s.a.s. që ai vend ka më bë musliman.
Kur na nuk e dim. E rëndësishme që një prej paralajmërimeve është realizu. Dhe ajo është Stambulli. Dhe kjo e dyta, me lejnë Allah, nuk e dim kur do të ndodhë. Thot Allah subhanahu wa ta'ala, Elif Lam Mim, mundën romakët, thot. Në tokën më të ulët, të deti i vdekur, por ata pas disfat, deti i vdekur është në Jordani. Sot Jordania është vend musliman. Atër nuk ka qenë vend musliman, ka qenë vend romak. Romakët kanë qenë atë. Dhe thot çfarë, por ata pas disfatës së tyre do të triumfojnë, thot. Brenda pak viteve çështja është e Allahut, para kësaj dhe pas kësaj, para fitores dhe pas fitores, atë ditë kur do të fitojnë romakët, do të gëzohen besimtarët për ndihmën e Allahut, ai ndihmon ai atë që do, dhe ai është gjithfuqishëm, mëshirues, premtimi i Allahut, Allah nuk e thën premtimin. Shikoni vëllazëni, persianët jo musliman, romakët jo musliman. Besimtarët çka janë gëzu kur kanë fitu romakët. A përshini? Ama të dy paltjen jo musliman. Mirë po, edhe në mesin e jo muslimanve, nëse një jo musliman është më pak i dëmshëm, muslimani gëzohet. Apo? Nëse dy jo musliman luftojnë njëri me tjetrin, nëse një jo musliman është më pak i dëmshëm për muslimanët, atëherë ti do thot gëzohen, çush e ka përmend Allahu në Kur'an, që thot janë gëzu besimtarët. O gëzu Muhamedi alayhis salam. Ky premtim suratul Rum ajeti 1:6. Ky premtim u realizua ashtu siç premtoi Allahu azza wa jall, pasi që persianët i mundën romakët, u gëzuan i dhujtarët e Mekës. Persianët i mundën romakët. Zbriti ajeti kuranor dhe tha romakët kanë me mujt. E në fillim çka? I dhujtarët Mekas u gëzuan që fitun persianët. Mirë po, Allahu i dha si hariq Muhamedit a.s. me ajet kuranor që tha, kanë me fitu romakët. Kanë me fitu romakët dhe thot, sepse persianët me i dhujtarin e tyre ishin më afër me politeistët, ndërsa romakët ishin krishterë dhe ishin më afër islamit dhe muslimanve. Shama ti kur fol me një krishter, nëse je krishter i vërtet, edhe unë i kum vrejt, vallahi, nëse një krishter e pason fejnë e vetë, qysh duhet, qysh e ka Biblën, edhe ka frikë Zotin, Allah është problem me Islam. Allah është problem me Islam. Qëta shumë të regon një vllai i Shqipnis para dje bisedova, a i ka qenë katolik, ka shku në Norvegji, si katolik. Parameno babën krishter, nonën prej familje muslimane, u martu nona vetë me krishterin, edhe u bo u rejtëse ma e madhe se sa ky vetë krishteri, burri vetë, kundër islamit. A familje muslimanve. Tha, nëse e shikojmë rrethin për rreth aty musliman që i komune, tha, kur se kisha pranu islamin? Rëndësana, vjatësa, ko e dione, shantazhusa, sene, hiq, më dhe jetë drejt, jo besnik, ko e dione, tha, si kur ti kisha po, tha musliman që të për rreth me që i kom në Shqipni, në Tirana, i Tiranës, tha, nuk e kisha pranu tha islamin. Ka shku në Norvegji atje, krishtere, ka shku në Norvegji, tu i në internet, tu letëzu, tu asi, ka shpesha ditin e ka pranu islamin, e ka marrë norvegjese, edhe ajo e ka pranu islamin, të dytë krishter, e ka pranu islamin në bo musliman. Tash, kove të fundit, para 2-3 mujve, edhe baba vet e ka pranu islamin. Anona vet hala. Anona vet familje islam, paramena. Pse se baba vet tha, baba jem tha ka qenë kohën e komunizmit atëherë, ushtarak as di çka u kon, ka qenë me 2 fakultete. Njeri i logjikshëm, njeri i ditur. Duke u lumtu, tu i ka lëzu, edhe ka pranuar islamin, ka deshtë Allah subhanahu wa taala. Ndërsa nëna vet, hala, në kufrin e saj. Pik tjetër, thot, dita e triumfit, realisht, pika paraprake, dita e triumfit romakëve mbi persianët është e njëjta ditë kur muslimanët triumfuan mbi mushrikët në Bedr. Mushrikët në Bedr, siç ishte betejë e parë ndërmjet muslimanëve dhe mushrikëve, siç transmeton Tirmidhiu nga Ebu Seidi radhiyallahu anhu. Pikë tjetër është Ebu Lehebi dhe gruaja e tij do të vdesin mosbesimtar. Domethënë, ka zbrit ajet kuranor, suratul Lahab apo suratul Masad. Apo bash pikrisht për Ebu Lehebin ka zbrit ajeti kuranor. Thot Allahu azza wa jall, qoft i shkatëruar Ebu Lehebi.
qoftë i shkatruar Ebu Lehebi. Thot, e ai më është i shkatruar. Pasuria e tij nuk i bëri dobi, thot. E as që fitoi. Thot, ai do të hyjë në zjarr të ndezur flak, edhe gruaja e tij bartse e ferrave. Në qafën e saj ajo do të ketë një litar të përdredhur. Pra Allah i lartësuar i premtoi xhaxhait pejgamberit sallallahu që ka më qenë prej banorëve të zjarrit. Këtu është një çështje që se kemi menu. Ajeti ka zbrit për Ebu Lehebin, që i ka thonë, ti nuk ki mu bo musliman, e din Allah zëgjel për ta, nuk do më thonë që ja imponon Allah, mës mu bo musliman, mës mu bo musliman, apo koj di unë një vepër të keqe me bo. Mirë po, a kish mujt kë, për me kundërshtu ajetin kuranor, me thonë, unë jam bo musliman? Kish mujt me, po themi me dasht. Po si mundësu, subhanallah. Me thonë që ti e rëndësan që unë u buna musliman. Se ka bo. Me thonë, këtu shikohet paralajmërimi special që është bo për xhaxhajin e pejgamberit alayhi salam, për kundër asaj që ty nuk të bën asnjë dobi që ke qenë xhaxhaj pejgamberit alayhi salam, që ti të shpëtosh në ditën e gjykimit. Valla jam konën e babgjyshin e kom pas muezin filan venin. Apo filan fshatin, gjyshi jam çfarë fjalë të mëdha ka thonë. Del një analist aty, s'po du mja përmend emrin, thot, gjyshin e kum pas hoxhun e sen, ai vëner hedh kundër islamit. E t'jep mend ty për islamin. Pse vetë pas ka pas muezin apo hoxh gjyshin para 50 vjetë. Në Gjakuftë e kum pas unë. Pastaj thot, këta të dy e urrenin Ebu Lehebi, do thot e urrenin shumë Muhammedin a.s. Gruaja e Ebu Lehebit barte ferra dhe i hedhën në rrugë kur kalonte Muhammedi a.s. Qa po të pengon Muhammedi a.s. Nuk po të kërkon as pushtet Allaja. Nuk po të kërkon Muhammedit a.s. vllazni. Thirrja e hoxhallarëve 100 herë kom potencoj dhe prap do ta potencoj. Nuk o thirrje pushtetesh, nuk o thirrje me marr pushtete. Thirrje nuk o thirrje politike, thirrje është njerëzit mi thirr në tauhid, mi largu pi shirkut, edhe me fitu xhennetin e Allahut subhanahu wa taala. Ja rasti konkret, più kallzoni hadithi pejgamberit alayhi salam. Ni angel, ni melaçe që ka zbrit specifik për Muhammedin alayhi salam, ka qenë Gjibril alayhi salam, i ka thonë, ja Rasulullah, sa erdha prej Allahut azza wa jall. Edhe thot, apo dën me kon i dërguar pejgamber dhe mbret dhe udhëhec, apo po dën me qenë rob dhe i dërguar i Allahut? Gjibril alayhis salam i thot, trego modestja Rasulullah. Thot, du më kon rob dhe i dërguarit i ti. Çkaq, s'du më kon pushtetar. Kur hoxha i mirë i thirr njerëzit në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, nuk përzihet në pushtete, nuk përzihet në politika. Ka qef edhe ata që janë brenda politikës më udhëzu. Çu është hoxha i mirë? Nuk ngon mas pozitës. E rasti konkret është i pejgamberit alayhis salam. S'ka lyp pushtet. E Allahu ja ka sjell pushtetin. Se ka lypaj. A kupton? E valla ti kur ta lypish, ki me pas masaj opozit kundër teje. Se neve në thejnë cëllën parti me votu. Mësë më pytë mu cëllën parti me votu. Ki vendos me dalë, jepja besimtarit të krypuna. Mësë më bënë mu përqarje me zlaznive, une me shaktu përqarje për partinë për ndryshme. Mësë shtim këto gjëra, hoxën mu përzi me politika me sene. Pastaj thot, mushrikët do të pësojnë disfat në betejën e Bedrit. A mos thonë ata mushrikët, ne të gjithë së bashku do të triumfojnë kundër muslimanëve, të gjithë ata do të pësojnë disfat dhe do të ikin suratul Kamer, ajeti 44-45. Pju të regon, Allah zvëgjen, që ju keni me fitu, para me në vllazni, mi mushrik kanë qenë, 300 e diçka kanë qenë, besimtar, 3 herë ma shumë. Ama mbrapa këtyre besimtarëve në atë luftën vendimtare të Bedrit, kush ka qenë? Meleku Gjibril. U bo Iblisi, alejhi lane, u konvertu në njeri, edhe duke i nxit mushrikët kundër muslimanëve. Ato i thonë, apo të luftoni muslimanët. Momentin kur e ka pa
përpara Xhibrilin që ka zbrit zbashku me melajket, a di kur të zbret Xhibrili vllaja? A di ku të zbresin melajket ty kur t'jen luftë, tamam luftë që duhet. Momentin kur ti ki punë mirë me atë nalt. Çatëherë e kiti mbrojtjen e Allahut azza wa jall. Dhe në momentin kur e ka pa Iblisi kët Xhibrilin alayhis salam, çfarë më thon, ikse të lash më thon. Ku po do me dalti para Xhibrilit alayhis salam? Edhe ka i kalon në vetë mushrikët e Mekës. Ky ajet zbriti në Mekë, qysh në Mekë, por mushrikët e sulmonin Muhammedin alayhis salam, muslimanët duke u thënë atyre se do të pësojnë disfat, por Allah azza wa jall u premtoi, thon ata ishin 1000 vet, këta ishin 315 vet. Vllazni, kur është çështja e luftës, ulemaja kanë trajtu, kanë thonë se dikush mundet me thonë, ta zon, qapshe 300 vet, 1000 vet, sa problem, bënë një grup, hajde bën luftë. Lufta nuk shon me grupe. Lufta është shtetërore. S'bën shteti luftë, puna ti është, edhe u kry puna. Lufta me grupe nuk bën sepse shkakton më shumë përçarjen mes muslimanëve. Edhe çfarë thënë? E rëndësishme na i bindemi Allahut edhe bëjmë luftë. Po, nuk është çështja e numri. Ulemoja kanë thonë është çështja e armatimit. Nëse armatimet i kitë njëta paka shumë merë mikun, për shembull që sot Kosova, mi pas armatimin paka shumë të njëjtë, mi afru, apo, numri shumë nuk qënë pesh, sepse është Allah zëgjela i që të një man. Mirë po ti s'ki, a i ka aeroplanat, a i ka dronët, a i ka raketat, a i ka, ti dalish me një kalash. Edhe thu po mbrën Allah zëgjela. Jo, kjo është me fut vetin në rrezik. Duhet më fuqizu si shtetna, mi marë, më ushtru, e pastaj nëse ndodh lufta, atëherë me lehen Allahut na më mbrojt këtë vend. Dhe jo me bë hop pa kalu. Apo. Pastaj thot çka? Muhamedi alayhis salam edhe besimtarët do të hynë në Mekë, edhe pas kësaj do të çlirohet ajo. Allah e vërtetoi ëndrrën e pejgamberit alayhis salam në realitet se me vullnetin e Allah do të hynin në xhamin e shejt në Qabe, të siguruar, të rruara, të shkurtuara flokët, kokat tuaja dhe nuk do të keni frikë, pra ai diti atë që ju nuk dinit dhe pas kësaj ju dha një fitore të afërme. Suratul Fath ajeti 27. Muhamedi s.a.s. e ka pa ëndrrën që ka me çliru Mekën. Vallahi ka qenë e vështirë njeriu që ka qenë banori Mekës. Para mënot ti tash je banor qëtu jem banori Ferizajt apo i Prizrenit. Edhe ngritesh, edhe thirr në rrugt të Allahut azza wa jall. Nuk po kërkon kurrë. As pasurin nuk po kërkon, as para, as mall, as pushtet, as më fal shprehje gjërat e dynjos. Veç piu thu o vllazni, o millet, besoni bra Allahun se për të mirën e juaj e kam. S'po përzina në pushtetin e juj, s'po përzina në karigën e juj, o veç largoni bre këto degenerimet mesin e popullatës tonë, largoni bre këto degenerimet që po den me shkatru popullin tonë, apo beson Allahun hak, pejgamberin alayhis salatu wassalam, edhe mu që qaj populli jut me të qitë për jashta. Muhammedin alayhis salatu wassalam e qitën për jashta. Erdhë urdhë tha, leja Rasulallah. Le tha Mekën. A mujtja i me bon një grup edhe mu mi thonë, unë e pi luftaj tash mushrekt? Nuk e boni. E la Mekën, o vllazni, e la. E këthej kryt ka Mekë, tha, o Mekë e dashër, tha, unë të du. Tha, sikur na me thonë që tash, para në Mekja është e shajt për këtë muslimant. Po edhe për vetë personin që theshim na, kur shkon dikush jashtë, për mallosh, për gurte, vendit tënd, gurë që i ki. Po vaki jetim Paris apo në Londër apo ku e dione, ama gurt e vendit tonë ki mu përmallu. Edhe Muhamedi alayhis salam u kthy ka Mekka dhe tha, oj Mekë e dashur, tha unë ty du. Sikur mos kishte me qenë popullim që mu më lufton, s'të kisha lënë kur. Edhe e la Mekën subhanallah. Po Allah i premtoi që ti ki mu kthy. U kthy edhe u bon musliman krejt pastaj aty. Se qëllimi ishte veç me pranu Allahun hak. Xhenetin më dhon Allahu azza wa jall. Pastaj tha Muhamedi alayhis salam kishte parë në ëndër se ai dhe muslimanët do të hyjnë Mekë të siguruar dhe këtë ëndër ju tregoi shokëve të tij, të cilët u gëzuan pa mas. Se lën Mekën, ku ishte mëna që prapë nuk thyn Mekë. Mirë po u gëzuan sahabët kur ja transmetoi këtë ëndër ajeti lart përmendur premtoi se do të ndodh
një çlirim I shpejt, pas kësaj ngjarje ky çlirim ishte çlirimi I Mekës. Është hadithi la hijrata ba'da al-fath. Nuk ka çlirim nuk ka hijret pas çlirimit. Që I bie hijreti vllazni shpërngulja, çysh bëhet prej një vendi ku luftohet feja apo ku nuk mundesh me praktiku islamin, me dalë me një vend ku mundesh me praktiku islamin. E ki obligim. Për shembull na vllazni në Kosovë, a mund me praktiku islamin? Alhamdulillah. 5 shtyllat e islamit a mundi mi kry? Po, alhamdulillah. A kemi obligim na me lshu vendin, me shku me një vend tjetër? Vallahi jo. Po nuk është ligji shariatit sa në vëlla. Si vendbanim se na I kemi të drejtat, alhamdulillah, 5 shtyllat po mi kry. Pa tash si del dikush e shane sa është s'ka me bo vëlla. Te pa bën sabër pak. Thiri njerëzit në islam. E jo me shku në vendet e kufrit ma shumë atje, në Evropë me shku e me thonë ma mirë është atje se këto. Jo s'është ma mirë, në Kosovë duhet me kontribu në Kosovë. Shkon jeton atje, 50% ta merr shteti atje tatimet, I kontribon shtetit tuj, e shtetit ton tu në Kosovë si kontribon. Çfarë dashnie e ki ti për shtetin tonë atë? Për Kosovën tonë, çfarë dashnie e ki? Për vendin tonë, për shtat muslimante e vendit tonë? Pastaj, Muhamedi a.s. dhe muslimanët do të mbizotrojnë në tokë, thot Allahu subhanahu wa taala. Allahu u premtoi, I ka premtu Allahu. Premtimin nuk e thyn Allahu subhanahu. Shiko. Allah ju premtoi atyre që besuan nga mesi juaj. Qysh besuan? Besuan me tauhid pastër, me njëshmërinë dhe Allahut azza wa jall. Nuk I bën shirk Allahut, nuk shkruan tyrbe e varre, nuk bën gjystashe asane, bestytni gjitha këto gjëra. E pastrun besimin qysh ka zbrit ajetet kuranore, Kurani. Dhe thot çfarë? Dhe bën vepra të mira. Momentin kur ti besosh ç'është duhet, ky besim ç'është duhet I zemrës edhe gjuhës të bën mi bë veprat e gjymtyrve. Nuk mundesh ti një muj ditë mos me punu në fund e mi thon shefit bjerën pare. Jo, ki me punu. Ki me punu në fund ka me të dhënë rrugën. Pastaj thot dhe bën vepra të mira se do t'i bëj zotërues në tokë. Para mëna. Allahu ju premtoi atyre nga mesi juaj, të cilët besuan me besim të pastër, bën vepra të mira, kam ju bë juve zotërus. Kam ju bë zotërus. Po na si jemi me fen tonë që çdo çto problem, për çato s'po na bën zotërus. Disa I kanë thonë Shekh Albani, to sheh, filan prisi, filan pushtetari, zullumçar, po na bën zullum, sen, ani, këni. Thot ktheni jo pendimit të Allahut, Allah e hek atë nalt. Ne I bëjmë disa prisa zullumçar mbi popullin që është vetë zullumçar. Ç'është kthehet? Na me pendim, Allahu subhanahu ose ja merr shpirtin atij ose e largon prej pushtetit. Ç'kjo është metoda e dur. Pastaj thot, ashtu siç I pat bërë zotruas ata që ishin para tyre, dhe fen të cilët ai e pëlqeu për ta, do ta forcoj. Shiko, do ta forcoj fen thot. Nëse besoni dhe bëni vepra të mira. Pastaj thot, në vend frikës që e kanë pas, frikës sulmeve të mëdha ndaj islamit sen, vend frikës që e kanë pas, Allahu thot kam ju dhuru siguri. Dhe thot mua do të më adhurojnë dhe nuk do të më shoqërojnë asgjë, e ai që pas kësaj mohon, të tillët janë të prishurit, suratul Nur ajeti 55. Cili është kushti? Kushti është në fund, mua më adhurojnë, nuk më shoqërojnë. Vetëm mua më besojnë, mua më binden, mbështetem vetëm Allahut azza wa jall, Allah bën mrekullina për njerëzit. Po na çto kemi problem? Na kemi problem edhe mesin e muslimanëve praktikant që janë. Praktikant. Kur ti I thua vëlla që kjo shirk është, o vëlla që kështu tauhidi, o vëlla që kjo është bidati, që kjo është gjunaj. Problemi na nuk kemi me jo besimtarët. Problemi me vetë muslimanët e xhamiave kemi. Kur ti pithu o vëlla, mos qet bër ato gjystoshat se shirk ose s'bën mi besu kësaj. Mos I qet në për kera ku e dione I qet tespi po mbron thot. Apo hajmalit apo gjitha këto o vëlla mos s'bën. Na me çta po kemi problem? Jo besimtar dihet sa ai ka rregull për me ta shojt dinin Allahut subhanahu.
Thot Ibn Kathiri, komentuesi I njohur I Kuranit, Allahu I lartësuar realizoi premtimin e tij sepse ende pa vdekur Muhamedi alayhis salam me ka u bë muslimane, islame, Hajberi, Bahreini, Jemeni, vende tjera të gatishullit arabik në përgjithësi, dhe ai mori gjizjen nga megjusit zerapotistët e Hijrit dhe nga disa pjesë të Shamit, ndërsa Herakliu, mbreti I romakëve në Sham, Mukaukisi, mbreti I Egjiptit, I Aleksandris, mbreti I Omanit, Nejashiu, mbreti I Etiopis, e përqafuan islamin. Ja dërgoj letrën, I thirin islam, tha kime pas problemin edhe për vete, po dhe këtë popullin që ty të ndjek, e pranun ata islamin. Nuk u tregun me ndjem dhaj. Nuk u tregun me ndjem dhaj. Edhe thë qka, kur vdiq Muhamedi a.s. pushtetin pas ti e mori zëvensi I ti, khalifi thët Ebu Bekr as-Siddiku, I cili e dërgoi ushtrin islame në krye me Khalid ibn Walidin Persi. Po du mundal tek çështja e gjizjes. Çka është gjizja vllazni? Me ekzistu një khalife I muslimanve, apo që që kanë për shembull këta krishterët në Rom që e kanë khalifin e tyre, të thot atë papën që e kanë, te nana nuk e kemi për momentin. Apo secili shtet, secili musliman e shtetit caktuar I kanë, domethënë na kemi bashkinë islame, ata e kanë Komunitetin Musliman Shqipni, këta e kanë domethënë si lloj institucioni, apo a kështu me fe, zyrtarisht do të mëgon një ministri e fes, një ase, apo për shembull mbi të gjitha këtë bëhen bashkë e kanë një halifet musliman, na nuk e kemi, apo. E mirë, me ekzistu që e halife muslimanve, a kanë të drejta krishterët dhe jehudët? Vallai kanë drejta. Nuk guxon me aprish kishat, nuk guxon me aprish ato vend adhurimet e përkundër asaj që I kanë devijuar, nuk lejohet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush e mbyt një muahit, një jo musliman që futet në vendin tonë, thot nuk ka me shiu, nuk ka me nuhat erën e xhennetit. Subhanallahu, jo musliman. E tipi kur qohet thot, po vjen një muslimani te unë këtu me vizë, me sanën e kini, o ti pe mbyt thot unë po bëj xhihad fi sabilillah. Me pe mbyt konaktonin, konakti jetoj më të vëllai. Në traditën tonë, armiku me t'hin shpe, nuk e mbyt. Për jo është aku deno dyshman. Ama ku t'hin shpe, ti du të më konë musliman je. Më thonë këto çështje janë prej fesë islame. E çka është gjizja? Gjizja është vllazni, jo muslimant kur jetojnë me një qeveri islame, japin një pjesë të tatimit, po themi kushtimisht, shumë simbolike. Po të dikush thot po pse? Tatime jo muslimanëve? Po vëlla, po ai s'ka zakat. Muslimat na kemi zekat. Unë shumë ma shumë jap zekat se ti. Nesër me ndodh luft, unë ty stras me luftu. Krishterit jehudit. Rri, thom, s'është problem. A unë e kom obligim me mbrojt vendin. Apo me shku në luft, kur vjen puna. Më thonë, ky largohet prej shumë çështjeve, është, dhe më thonë që nuk është I obligum me një aspekt. Kështu që e jep shtetit. Ka qenë ai dyshimi që shqiptarët këtu e kanë pranuar islamin, se nas kemi qenë musliman, kemi qenë, Kosova ka qenë mbi 80%, 70% ka qenë ortodokse, nuk ka qenë katolike, 15% diku kanë qenë katolik. Ka orë Perandëria Osmani, ka deshtë vllai, e kemi pranuar islamin, e tash për me fut dyshime, thënë po Perandëria Osmani çështjen e gjizjes e ka bo që ju ka dhënë shumë tatime këtynve për mu largu nga tatimi këta kanë pranuar islamin shqiptarët. S'është e vërtetë. S'është e vërtetë, sa është shumë simbolike është. Çish pe pranon islamin, hate ka pas luftra, momenti kur e ka pranuar islamin ta ka marrë fëmin me shku me luftu. Me mbrojt tokat me shlirue se në këni. Domethënë, kjo bien kontradikt njëna me tjetrën. Pastaj thot Muhamedi a.s. kur të zhduket Kajseri, nuk ka Kajser më pas ti, dhe kur të zhduket Kisraja, nuk ka më Kisra pas saj, betohem në atë në dorën e të shpirti im, ju do t'i shpenzoni thesarët e tyre në rrugë të Zotit. Pastaj në kohën e Uthmanit radhiyallahu anhu, shteti islam u zgjeruan lindjen perëndim që në Maroko deri në fund të Kinës, e gjithashtu në kohën e tij u vra Kisra dhe përgjithmonë mori fund pushteti I tij. Shiko pra vllai dashur se si u realizua premtimi I Allahut Azza wa Jall. Pikë tjetër është realizimi I premtimit të Allahut se Muhamedi a.s. dhe Islami do të triumfojnë. Allah ka përcaktuar, unë dhe të dërguarit e tij thot patjetër do të triumfojnë. Nuk kaluan shumë vite, normalisht u përhap Islami me të madh gjithë gadishullin arabik. Subhanallah,
me ardhjen e Muhamedit a.s. dhe zbritjen e Kur'anit, pika e parë, sulmi i parë ka qenë nga çka? Nga vendalit. Nga vendalit. Që kjo është shumë më e rëndë, sepse nga lloji jot për të sulman. Na e kemi raste konkrete, për shembull ti fal namaz, baba të sulman, djalit sulman, vllajt sulman, motrat sulman, hajt këto i ki familjar, nuk të sulmajnë. Ka me të sulmu dikush më afër aty që është. Dhe më thonë, punën e parë, sulmin e parë, Muhamedi a.s. kush e kishte? Populli vet. Tu e pranu Islam, para me nësë përnë Allah, 3 vjetë fshektas, Muhammed, Rasulullah, i dërgumi Allah, 3 vjetë fshektas në shpi, Darul Arkam, ka bo davet, ju ka zbrit ajeti Kuranu, ju ka kallëzu sahabeve njoni, e ka pranu Islamin, dikush prej fëmijëve kanë pranu kur kanë shku në shpi, tu i bo presionet mdhaja. Edhe ju ka thonë, mushrikët e Mekës, i kanë thonë Muhamedi a.s. ti kjo për na përçanjeve. Na jemi që një, jemi konë të unifikum, tash ti për na përçanjeve. Apo të thënë sot o vllai jem disa prej shqiptarëve tonë, thot po na përçani, na nuk kemi qenë kështu. Po ti e ki lënë fen, ç'to problemi? Ti e ki lënë fen, po dukuna që unë po përçaj. Sepse ki kalu me një periudhë të komunizmit, ki kalu me një periudhë që s'ka pas fe. E sulmi i parë ishte çka? I vet vendalive. Pastaj ishin 2 perandori të mëdha vllazni. Persia dhe Romakët. Të më thonë, 3 faktor ishin, jo 3 faktor, po 3 fuqi ishin që e sulmun davetin e Muhamedit a.s. A jemi sot njët gati? Allah i gjashtu avi. Që tu na jemi, dhe vetëmit musliman që të Kosovën, ta në unë jemi të rëthakun për shkive. Për ortodoxe, për slavëve këto, ta në unë. Edhe përëndimi, pëse përëndimi këtë në dënjeve shqiptarve, jo Allah heqë. Në më thonë, ta në onë të rëthakum jemi, por se na me menqëri do të me mbajt fejnë Allah s.w.t. Allah s.w.t. sjell shpëtim. I rëdzaj edhe përëndërin Romake, i rëdzaj edhe Persin. Ju qënë Allah s.w.t. fitne në mes veti që i rëdzan, s'ki nevoj ti mu mërzit për këtë punë. Ti veç mbaj fejnë tënde, veç bëndoa të Allah s.w.t. Forcoj vendin tëndë. E lena Allahut, Allah ka me, dhe më thonë, ka me përhap këtë din, po dhe popullin tonë ka me forcu me lena Allah të zogjen. Po ashtu nuk kaluan, thot, muslimanet do të pasuron një prej paralajmërimeve me që kishin qenë të varfër, apo kishin frik varfërim. Thot Allah zogjen, nëse i friksoni s'ka mjes, Allah me dëshirën e vetë do t'ju pasurej me mirësit e ti. Dhe me të vërtet ndodhi kështu, ata që emigruan nga Mekka në Medine, lanë familjet e pasurit e tyre. Subhanallah. Hijret bënë, këtë si për shkakun që tash na 20-30 vjet, 50 vjet kemi punu, edhe me lënë pasurinë me shku me një qytet tjetër. Çashtu e bën? Për shkak të fezë vllazni e bën. Me rujt dinin. Edhe shkon në Medinë. Po Allah zëgjel i pasunaj. I pasunaj, i boni të pasur, thot i pasuruan shumë shpejt, me që detyruan popujt të ndryshëm të paguajnë xhizjen, sepse nuk hyn me dëshirën e tyre në Islam, ata pranuan ta paguajnë xhizjen, ndërsa muslimanët u pasuruan aq shumë saqë nuk kishin kujt t'ia jepnin zakatin. Thot Mekka do të shklirohet dhe njerëzit do të hyjnë grupe, dhe thot Allah subhanahu wa taala sot an-nasr idene idha jaa nasrullah wal fath. Dhe kur grupe apo e pranuan Islamin, thot dëshirimi i Mekës dhe i sheh njerëzit grupe, kur vjen ndihma e Allahut, thot duke hyrë në fenë e Allahut, atëherë ti lartësoj Zotin tënd duke e lavdruar dhe kërkon nga ai falje, ai vërtet pranon shumë pendimin. Dita e çlirimit të Mekës ishte dita ku shumë fise arabe shkonin te Muhamedi a.s. duke e pranuar Islamin. Sa ata s'kishin menu që kam u kthy dhe njerë Muhamedi a.s. Të friksuar mushrikët e Mekës, duke menu që kam ju hakmar Muhamedi a.s. Po nuk ju hakmar, për veç disa që i sulmuan muslimanët. Dhe thot prezantimi i argumenteve të gjalla në trupin e njeriu dhe gjithësi, derisa njerëzimi t'i binde se kjo fe është e vërtetë. Më thonë, po do më tregu si paralajmërim, para se me i të shenjat e mdhaja, të vogla, kretë të kiametit që do t'i trajtojmë, më thonë është, ka dhe 100 faqe është libri, që desa do t'i trajtojmë me tregu, se thëtë Allah subhanahu wa taala, ne do t'u bëjmë atyre të mundshme, që t'i shohin argumentet tona në gjithësi, kur e që është kokën nalë të këshyrës se qëfar gjithësi është, dhe në vetet tuaja,
thot derisa do bëhet e qartë se ky Kur'an është i vërtet. Dhe thot, a nuk mjafton që Zoti yt është dëshmitar për çdo gjë? Suratul Fussilet ajeti 53. Kur'ani që nga zbritja deri në ditët tona është burim i pashtershëm, thot Muhamedi alayhis salam, çuditrat e këtij Kur'ani nuk mbarojnë kurrë. E lexon një herë, përfiton, kur të lexon edhe një herë, përfiton hala më shumë. Më thonë çdo ditë veç përfiton, dhe thot pra Kur'ani thot atë nuk e turbullojnë kohët, pra Kur'ani është përplot mrekulli të tilla, ne do t'i paraqesim vetëm disa që zbulimet shkencore bashkohore i kanë zbulu këto gjëra që para 15 shekujve Allahu na ka kallëzuar në Kur'an. Na ka kallëzuar në Kur'an. Thot Allahu azza wa jall, ne i krijuam mushkat për t'ju hypur. Mushkat në atë aspektin sikur sot që i kemi automjetet, apo? Dhe thot, ne do të krijojmë diçka që ju sot nuk e dini. Ç'është me kuptu sahabët këtë jetë? Ne i krijuam mushkat për t'ju hypur, apo do më thonë si bartës. Dhe ne do të krijojmë diçka në të ardhmen që nuk e dini për momentin. Sot aeroplani është, sot është motori, sot është ku e diun e kerrat. A kanë qenë të kohën e pejgamberit? S'kan qenë Allah. Urdhë? Interneti. Jo është fjala e bartjes. A kanë qenë to? S'kan qenë kohën e pejgamberit alayhis salam. Sot po bëhen. Këto sene. Po na dalin ajetet para 15 shekujve. Subhanallah. Thot ajetet kuranore dhe zbulimeve shkencore bashkore janë argument i gjallë se ky Kur'an është fjala e gjithdijshmit, duke marrë parasysh në kohën kur jetoi Muhamedi alayhis salam, errësirën e madhe që gjindej bota, nuk kishte zbulime shkencore në atë kohë. S'ka pas zbulime shkencore Allah. Edhe është munu Muhamedi alayhis salam me fol në atë gjuhën që e kuptojnë sahabët. Për shembull, paramenoti sahabëve më thonë në atë kohë, mirë përshkruaj telefonin. Qysh mja përshkru? O shumë problematike. Ka me ndodh diçka që ka mu një zoni, ti ki me një, ajo është në Hadramawt, një Jemen, është ku e di unë skejt, dy njës ka me ta një zonin. Që ka mi thonë asaj? Sot është telefon. Dhe më thonë, aq është mundu me ullë, dhe më thonë, qështjen, se qysh kanë me ardhë ato, dhe më thonë, gjërat bashkuar, zburimet shkencore në realitet, nuk janë paralajmërimin bazën e tyre, sepse ato ishin vetëm të pasbuluara dhe u zbuluan në kohën pas zbritjes së Kuranit, dhe shumica atyre u zbuluan në kohën bashkore. Pse po thot zbulim, vllazni, nuk po thot shpikje prej nesh? Une ma mirë e preferoj me thonë që njerëzit bëjnë zbulime shkencore, jo shpikje shkencore. Pse? Se shpikës është Allah azza wa jall. Apo e kuptoni fjalën shpikje zbulim. Allah azza wa jall e kalon. Ti veç jetu e zbulu. Ti nuk mush me shpik diçka. Unë e kam përmend shpesh. Në Kosovë është një lond, në tokë, një substancë që punon telefonat touchscreen që preken. Në tokën tonë është. Në tokën tonë është. Qajo substancë, qajo lond, kone pejgamberit alayhis salam t'ja kishin qu sahabeve, për çka kjo? Çka kishin thonë gurë është. Se merr vesh çka u kon. Po sot telefonat touchscreen bëhen prej qasaj substance. E sa substance tjera ditë gjykimit kanë mu shpik. Më thonë, kjo është çështja që njerëzit e kanë zbulu, po jo që e kanë shpik. Na jemi vetëm zbulues të asaj që Allah azza wa jall e ka shpik. Që kjo është mënyra ma e mirë me thonë që na nuk jemi shpiksa. Për shembull, veç edhe dy pika dhe po e përfundojmë inshallah taala, thot vijat në majat e gështrinëve nuk janë të njëjta të asnjë person. Këtu është potencu me të kallëzu ty para 15 shekujve që sot shkenca e ka vërtetu ato. Shiko që ka thot Allah azza wa jall në surën Qiyame, ajeti 34. A mendon njeriu se nuk do t'ja tubojmë eshtrat e tij në ditën e gjykimit? Eshtrat ku janë çka përderdhen në varr? Thot gjithçysh, ne jemi thot fuqishëm t'ja rikthejmë edhe majet e gishtave të tij. Majet e gishtave të tij. Pra derisa njeriu mendon se Zoti nuk do ta ringjall, ko plun ka më bën njerëz sen, ti po thosh kam i ringjall. E Allah po thot edhe majet e gishtave.
Thot, ai vërteton ati se ai do të ringjallë dhe majt e gishtrinëve, shkenca në shekullin e kaluar zbuloi se ato dallojnë nga personi në tjetrin. Në periudhën e fundit, dhe më thonë, nuk e di në cilën vit, në cilën shekull, është vërtetu se në secilin njeri dallojnë këto vijat e gishtave. Edhe policia që shizë e hajnat? A e gjem bas të gishtave? Gjurmëve të gishtave? Apo e vreni ajetin kuranor? Ju thot po e mohani, thot. Pa thonë e pluhun ka mu bo. Jo, Allahu kam ju ringjallë dhe kam ju bo dhe majat e gishtave. Tash, nëse s'kish mu zbulu që kjo e gishtave, s'kishe me mujt me kuptu ajetin kuranor, apo? Që po do me thonë Allah edhe majat e gishtave mi ringjallë, apo mi bo? Edhe njerë mi sjell, në ditën e gjykimit. Mirë po kur është zbulu ajo, subhanallah të kujtohet ajeti kuranor. Kjo veç të arrit imanin hala ma shumë. Më thonë, gishtat, vijat e gishtave në maje, nuk janë të njëjta, 7 miliard, 8 miliard njerëz që janë, nuk janë të njëjta. Dhe këto e vërteton vetë policia që hajnat me gjurmët, kur prekin e kanë një lloj pluni që e qesin dhe jesin vijat e gishtave dhe ty në bazë të vijës, a qesin gisht në policia atëra kur letë njoftim me sen anikni. Pse? Sepse janë të ndryshëm. Shikoni mrekullinë e Allahut subhanahu wa taala. Po edhe sikur mos kishte zbulime, na i besojmë fjalës së Allahut azza wa jall. Po kjo është për pabesimtarët më ju tregu, shikoni se çfarë është Kur'ani. Dhe për fund e kemi lëkura është ajo që ndjen dhimbjen dhe jo gjithë trupi. Çysh kjo? Thot Allahu azza wa jall. Një mend, ata që mohuan argumentet tona, do t'i hedhim ata në zjarr kundër Kur'anit. Sa herë që atyre u digjet lëkura, futen zjarr, u digjen lëkurat. Digjen lëkurat dhe mbesin çka skeleti, apo? Bukur. Ne u ndërrojmë në lëkura të tjera që të shijojnë dënimin, që ta shijojnë dënimin. Allah është i plot fuqishëm dhe i drejtë. Shiko. Ne u djegim lëkurat. Dhe pastaj prap u bëjmë lëkura tjera, prap dënimi është për jo besimtarët. Pse po e potencon lëkurën? Deri vonë mjekësia dhe njerëzimi mendonte se i gjithë trupi njeriut përjeton ndjenjen e dhembjes, por disa vjet më parë, mjekësia vërtetoi se kjo nuk është realitet. Për atë arsye themi, shkenca nuk është teukifie statike që nuk lëviz. Sot të thot një gjë, nesër mund ta ndryshoj me ulëmtime. Andaj, shkencën çdo herë 100% nuk mund të themi se është i saktë, sepse mund të ulëmton gabon. Ndërsa ajetin kur nuk themi që është i pasakt. Kur vjen teksti, ka thonë Muhamedi a.s. për çet mesele, është që kjo dhe që kjo, u kry mesele, o krejt dynjos, mjekët e dynjos, muqu, me tonë, që kjo së është, unë si besoj. Se e kom ajetin, e kom hadithin e pejgamberit a.s. Se deri djem kanë thonë që filan ilaçi është mirë, sot kanë thonë vallai ka efekte shumë të këqija anësore, duhet mu largu nga përdorimi. A kanë thonë këto? Po. Nësa ajeti nuk e thotë kështu. E shikoni për punën e dhembjes. Realiteti është ashtu. Sepse dhembja ndjen vetëm lëkura. Aty gjinden shqisat ndijuese. Shqisat i keni mësu krejt në shkollë fillore në biologji. Shqisat e shijimit, shqisat e nuhatjes, shqisat e dëgjimit. Gjitha këto e qëto shqisa ndijuese vllazni janë tek lëkura. Lëkura i ka tre shtresa. Tre shtresa, epiderma, derma, endoderma, këtë ato mëra. E që ty brenda është shqisa ndijuese. Nëse që e shqis prehet, ti vendose ashtin në zjarë apo dikun nuk e ndin dhembjen. E që po thotë Allah në Kur'an? Për me ndi dhembjen, po ta bon edhe njerë lëkurën, po ta krijan. E dikush para 15 shekujve që të ajet me marë prej sahabeve, qysh kishin me kuptu? Mirë, ta ma majtë, këtë lëkura sen, s'kishin me ditë shqisen e ndimit që është mërane. Unë pjo kalzaj njërë, për kalzaj rastin vetë personal, që tu e kom të prej me qenë. Qëto, të berberi, kërë më konë moti, edhe, qa përdin dore ka pasat briskin e rozë dhe kojti une, tu e qitë dorën dhe ma prejti. Edhe mu qelë kështu, krejtë, mu qelë, qëto e konë. Sot asaj dite vllazni unë e preki çdo dhe nuk kom ndjeshmëri.
Pse? Se janë prek shqisat e ndimit që aty në qatë pjesë, dhe ti nuk ndinë mo dhimbje. E Allah po thot, ne i kallim lëkurat, pastaj çfarë? I rikrijojmë prap, tërkuën që ashtu duke e ndi atë dënimin. Po qyshbe shumë dënim i randë, vallaj dënim i randë. E ke dëftu dinin e Allah Azza wa Jall. Ke bë organizata ndryshme, ke bë shoqata ndryshme, ke përfshi politik, ke përfshi shtetet mëdhaja, për me luftu Kur'anin, për me luftu musliman. Ju ke bë shantazh muslimanëve. Tu e shajt dinin e Allah, tu e shajt Allah natë ditë, 70-80 vjet ke jetu. Tu luftu dinin kështu me gjithë pasurit, me gjithë atë potencialin ton ushtarak e gjitha senet. Edhe ti po menën që nuk i më dënu para Allah ditën e gjykimit? Jam Allah, gjithat krime ke bo ti si Milošević. Gjatë ato krime ke bo me Boze, me Kosovë, me Kretë. Edhe veç një vdekje edhe u kry puna? Ja, ka dal, se ka gjykatë speciale, si që pëthojnë se gjykata speciale, që dalish para Allah Azza wa Jall, që s'ki me pas as avokat, as kur gjo, edhe ki më dënu në jo burgim, po në dënim të përjetshëm në zjarë. Allahu na ruajt, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Allahu ju shpërblet.